Ja u kthyen së bashku në këtë pjesë të dytë. Ku unë kam vendosur të vazhdoj shtjellimin e një teme që nisa javën që shkoi. Dhe që flet për ato që ka ndodhur në rreth nesh, dhe që na prekin dhe ne, për rendin e ri botror. Javën që shkoi fola për luftën në Iran dhe se si kjo luftë po tranziton botën nga rendi vjetër drejt rendit të ri botror. Sot do të flas për një event tjetër që po ndodh dhe që është po pjesë e tablos. Fundi i globalizimit. Ajo që shohim anë mban botës është ajo që quhet fundi i globalizimit. Në datën 21 janar, sekretari i tregtisë së SBA-s, Howard Lutnick, mban një fjalë në Davos me titullin Sovran por të lidhur. Dhe e hap atë me fjalët globalizimi ka dështuar për perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke deklamuar në mënyrë të qartë dhe eksplicite atë që të gjithë kishin kohë që po e kuptonin dhe po e ndjenin. Globalizimit i kishte ardhur fundi. Dakor, do thoni ju, po çfarë do thotë kjo? Po mundohem t'ja u sjell sa më thjesht. Pas luftës së dytë botërore, bota arriti një farë kompromisi. Më tepër ishte një farë ekuilibri forcash, për të vendosur se si do të ishte arkitektura e botës së pas luftës së dytë botërore. Dhe rolet u ndanë pak a shumë kështu. Kina u bë fabrika e botës. Japonia u bë huadhënësi, duke mbajtur normat e interesit saj në zero. Edhe duke mbajtur sistemin të gjithë likuid. Europa u bë blerësi dhe konsumatori i botës. Europa shkëmbeu produktivitetin dhe ushtrinë për stabilitet edhe mirëqenie sociale. Dhe Shtetet e Bashkuara u bën vendi që kujdese që i gjithë sistemi të ishte funksional. Si e bënte këtë me petrodollarin, si monedë rezerve botërore, të mbështetur natyrisht nga fuqia austrake. Po do t'i shpjegojmë të dyja pak më pas. Tani ky sistem është ai që Simon Dixon e quajti si rrjeti i provës së armëve, Proof of Weapon Network. Që do të thotë, nëse vendet duan të tregtojnë, ose nëse duan para për të ndërtuar ekonomitë e tyre, ata duhet të bien dakord me rregullat dhe duhet të respektojnë institucionet. Institucionet ishin OKB-ja, FMN-ja, Banka Botërore, OBT-ja, UNESCO, UNICEF-i, G7 e tjerë. Ishin një grup i madh institucionesh të cilët u ndërtuan vetëm e vetëm për të mbështetur nga pikpamja administrative të gjithë të sistem të ri që po ndërtohej. Duhet i bindesh e institucioneve. E gjithë kjo tendencë referencë që kemi ne sot, ku marrim dhe përdorim apo quajmë si aksioma, i marrim si të mirëqëna dhe i shohim si ligje të pashkruara ato që rekomandon FMN-ja apo Banka Botërore, gjenerimin fillesën e ka pikërisht në këtë moment. Sepse ju imponua botës që roli këtyre institucioneve ishte determinant për ta. Dhe nëse ti do doje që të përfitoje nga kapitali, apo doje të përfitoje nga mbështetja politike, do duhet të respektoje këto institucione. Ndërsa, rregullat ishin më pak të komplikuara se sa kaq. S'kishte shumë rregulla. Rregullat ishin: përdorni dollarët për të blerë energji dhe mos u përziheni me interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kaq ishin rregullat. Kush ishin mjetet që e mbanin të gjithë strukturën funksionale ama? I pari ishte petrodollari, që garantonte aksesin në lëndë të para si naftë, minerale e tjerë. E dyta ishin institucionet financiare bashkë me bankat qendrore që menaxhonin gjithë rrjedhën e kësaj paraje. E treta ishte NATO, që kujdese që të gjithë të zbatonin rregullat dhe të respektonin institucionet. Në këtë mënyrë, nëse luaje sipas rregullave, kishe akses në tregjet e investimeve edhe në mbrojtje. Dhe nëse i thyej rregullat, ndëshkoheshe. Dhe filluar nga sanksionet, embargot, deri tek lufta e drejt për drejt. Pas rënies së murit të Berlinit dhe rendit socialist, e gjithë pjesa tjetër e botës që për arsye politike kishte qenë jashtë këtij sistemi, nxitoi të integrojë sa më shpejt aty. Për kapitalin dhe biznesin tashmë kishte ardhur koha që bota të shihej si një shtet i vetëm. Nëpërmjet marrëveshjeve të tregtisë së lirë që mbroheshin nga OBT-ja, shtetet hapnin kufit për kapitalin në mënyrë të ndërsjellët. Ti mund të vish të investosh tek unë,
Unë mund të shes mallra pa tarifa ose me tarifa shumë të ulta tek ty. Ky shpartallim i konceptit të kufive ishte ëndra rëndësishmare e biznesit, e kapitalit, i cili tani që ishte bërë realitet, i jepte mundësinë të shfrytëzonte çdo cep të globit për të përfituar nga kostot e lira. Për prodhimin e një makine Volkswagen, për shembull, angazhoheshin fabrika në 12 shtete të ndryshme të botës. Secila për një pjesë të zinxhirit të prodhimit, të cilin menaxhimi i lartë i kompanisë e konsideronte përfitues. Atletët Adidas, për shembull, lëkurën e merrin nga Kina, qepjen e bënin në Tajland, ndërsa marka ishte gjermane. E megjithatë, ky sistem pati dhe anë të veta negative. E para, fabrikat tradicionale të prodhimit që deri atë kohë ishin dislokuar në vendet e pasura, filluan të mbylleshin, sepse procesi transferoi diku tjetër, ku kostot ishin më të lira. Mira fabrika ikën nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Anglia, Franca, Japonia, Kanada e tjerë, për të shkuar drejt Kinës, Tajlandës, Indonezisë, Ballkanit, Europës Lindore e tjerë e tjerë. Punëtori i thjesht amerikan apo francez e pa veten të konkuruar padrejtësisht nga punëtori kinez apo indonezian. Për një punë që investimi ishte amerikan apo francez, a nuk duhet kapitali të kishte pak moral sovraniteti? Përgjigjja ishte jo. Kapitali njeh për zot vetëm aritmetikën, dhe asgjë tjetër. Nëse aritmetika thoshte që një fabrik në Laos është më fitimprurse se një në Gjermani, atëherë fabrika shkonte në Laos. Dhe punëtori gjerman dilte në rrugë. Por nuk ishte vetëm kjo e keqja. Garantori ushtarak që kujdeste që gjithë ky sistem të funksiononte, që ishte ushtria amerikane dhe NATO, kishte nevojë të përhershme për ushqim. Një botë në paqe do të thotë mbyllje e rubinetit për kapitalin që mbështet ushtrinë. Nëse drejt ushtrisë nuk shkonte më kapital, ushtria vdiste. Dhe bashkë me të përfundonin dhe garancitë e forcës që mbante sistemin të disiplinuar. Prandaj duhet gjetur një sistem që e mbante kompleksin industrial ushtarak të ushqyer gjithmonë. Dhe ky sistem u quajt Forever War, një luftë e përhershme. Pra sistemi u kujdes që pavarësisht se bota ishte në gjithmonë në paqe, gjithmonë do të ishte diku një luftë që siguronte që inventaret ushtarake të shpenzoheshin dhe në kontraktorët e ushtrive të amerikane apo të NATO-s të siguronin kontrata nga qeveritë respektive që të rifreskonin këto inventare. Me pak fjalë, lufta e përhershme, pavarësisht se prodhonte mira e mira viktima në vendet ku kryhej, qoftë në Irak, në Libi, Afganistan apo Ukrainë, ajo ishte e domosdoshme që sistemi të funksiononte. E me gjithë problematikat që kishte, sistemi dukej se funksiononte në perfekcion. Bota në 30 vitet e fundit ku globalizimi ka qenë rend botror, ka parë progresin më të madh në njësi të konvertuar progresit se sa në çdo periudhë tjetër të historisë, duke përfshirë edhe historinë e revolucionit industrial. Progresi i kësaj kohe në mirëqenie, në mbar botën, reflektohet tek një tregues i thjeshtë. Në vitin 1990, problemi më i madh ishte mosushqyerja. 1 në 5 persona vuante nga mosushqyerja. Në vitin 2026, problemi më i madh është obeziteti. 1 në 6 persona vuan nga ushqyerja e tepërt. Ushqyerja e keqe, po e tepërt. Zhvillimi teknologjik për gjatë tyre 30 viteve ka qenë jashtëzakonshëm. U krijuan koncepte produkte të reja që do të bëshin pjesë e domosdoshme e jetës së njerëzimit, si smartphone, për shembull, apo identiteti virtual, rrjetet sociale. Koncepte të cilat 30 vite më parë as nuk ishin pjesë e imagjinatës. U mundësua shkëmbimi i informacionit në kohë reale, që e akseleroi në trajtet të jashtëzakonshme komunikimi në të gjitha sferat e jetës, në ekonomi, në politikë, në artë, në shkencë, kudo. Dhe kjo rriti eficiencën në përdorimin e kapitalit, të çdo lloj forme, jo vetëm ekonomik. Për shembull, të gjithë e dimë në kohë reale, kur rruga për në Durrës ka trafik dhe sa trafik ka, dhe kur pushon trafiku, kur nuk ka më trafik. Dhe kjo na ndihmon të jemi sa më eficient, dhe të kursejmë sa më shumë energji të shpenzuar akot.
E me gjithë të progres që njerëzimi mori gjatë kësaj periudhe, duket se anët negative të procesit, të cilat beshin gjithmonë të dukshme, sidomos në raste krizash, gjallën mjaftueshëm frymë antiglobalizëm, sa që në fund, arritën ta vrisin ata. Sekretari Amerikan i Tregtisë Lutnik deklaroi po në Davos që globalizimi ka dështuar për perëndimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai tha që është një politikë e dështuar. Është ajo që për vite bota ka mbështetur, që është eksporti i prodhimit jashtë, gjetja e krahut më të lirë të punës. Dhe bota është një vend më i mirë, pikërisht për shkak të kësaj. Por fakti është që gjithashtu kjo ka lënë Amerikën pas. Ka lënë punëtorin amerikan mbrapa. Është e vërtetë. Dhe pas kësaj deklarate dhe qëndrimeve të mëhershme të administratës që sot drejton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bota e kuptoi që perdja do ulej dhe që gjërat do të ktheshin mbrapsh. Globalizimit i kishte ardhur fundi. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë secili sheh shtëpinë e vet tashmë. Nuk kemi më bashkë. Secili ha bukën e vet. Kështu që në këtë prizëm të ri, Japonia po detyrohet të riadresojë gjithë kapitalin e saj mbrapsh. Të shes bonët e thesarit amerikan, ashtu si të gjitha kombet e tjera në këtë botë të re, që po ndryshon. Kjo do të çojë në dobësimin e dollarit, sepse dollari ka nevojë për kërkesë të përhershme. Dhe kjo kërkesë po zhduket. Europa nga krau tjetër mësoi se tashmë duhet kujdeset vetë për sigurinë energjetike të saj, por edhe për sigurinë ushtarake të saj. Sepse NATO, në këto momente që po flasim, është praktikisht e blefshme sa që i blen letra që është nënshkruar traktati. Asnjë lek më shumë. E njëjta gjë duhet të thënë dhe për SBA-n, e cila po sheh që për shkak të këtij ndryshimi të madh në gjeologjinë e sistemit botëror, dy kolonat bazë të fuqisë së saj hegemone, që janë dollari dhe ushtria, janë duke u korroduar çdo ditë. Pikë së pari, petrodollari është duke u zëvendësuar gjithnjë më tepër nga petrojuani apo petrorubla. Po çfarë është petrodollari? Petrodollari është një sistem ku nafta në tregun global tregtohet ekskluzivisht me dollar amerikan, duke krijuar statusin e monedhës si rezervë botërore. Quhet petrodollar sepse lidhet petroleum me dollar, petrodollar. Ky sistem lindi pas kolapsit të sistemit Bretton Woods. Në vitin 1974, sekretari i shtetit Henry Kissinger dhe princi Fahd i Arabisë Saudite lidhën një marrëveshje ku Arabia Saudite pranonte ta shiste naftën e saj vetëm në dollar amerikan dhe të riinvestonte fitimet e tepërta në bonot e thesarit amerikan. Në këmbim, SBA-ja u angazhua për të ofruar mbrojtje ushtarake dhe mbështetje politike për familjen mbretërore saudite. Më pas, duke përdorur diku shkopin e diku karotën, SBA-ja arriti ta imponoi këtë sistem duke detyruar çdo shtet që shiste naftë ta shiste atë në dollar. Dhe çdo vend importues të naftës të mbante rezerva të mëdha dollarësh për të bler naftë, duke garantuar kështu kërkesë të përhershme për monedhën amerikane. Sepse të gjithë e donin monedhën amerikane. Dohet blej naftë, dohet blej me dollar, dohet blej minerale, të duheshin dollar. Duhet të kërkoje dollar, gjithnjë më tepër. Sepse të duheshin për shumë gjëra që janë shumë nevojshme për ekonominë tënde. Çdo shtet kështu. Dhe kjo krijonte një kërkesë të përhershme për dollar. Dhe kjo e bëri dollarin monedhën më të fortë në botë. Dhe e bëri monedhë sigurie, rezervë sigurisë. Pra kjo bëri që dollari amerikan të ishte monedha më e sigurt në planet, duke garantuar rolin e saj si monedhë në të cilën do të mbajë rezerva valutore e gjithë botës. Por kjo nuk i vinte përmbarsu për fuqive të reja ekonomike. Sidomos atyre që nuk ishin në ombrellën e SBA-s. Për këtë arsye, vendet jo aleate me SBA, me qëllim krijimin e një sistemi antipod, në vitin 2009 krijuan një aleancë të re që qëndronte përballë perëndimit dhe që quhej BRICS. Brazili, Rusia, Kina, Afrika e Jugut, India dhe Afrika e Jugut. Sot pjesë e BRICS janë edhe Egjipti, Etiopia, Irani dhe së fundmi Emiratet e Bashkuara Arabe. Sot BRICS
përfaqëson rreth 45% të popullsisë botërore. Në terma të GDP-s në fuqi blerëse, pra PPP-s, BRICS Plus i tashmë e ka tejkaluar G7-ën. Me përfshirjen e Iranit dhe të Emirateve, bloku kontrollon rreth 40 deri në 45% të prodhimit global të naftës. Tani, një nga qëllimet kryesore të bllokut, pse u krijua, është ulja e varësisë nga dollari amerikan në tregtinë ndërkombëtare. Ato vende po punojnë që të rritet përdorimi i juanit, ose i monedave të tjera për transaksionet bilaterale mes tyre. Marrëveshje që lidhin me njëri tjetrin, nuk i bëjnë më dollar. Po punojnë gjithashtu për krijimin e një sistemi të pavarur pagesash, që quhet BRICS Pay, si alternativë ndaj SWIFT-it, që është sistemi perëndimor i pagesave. Këto SWIFT-et që përmendet edhe ju i dini shumë mirë kur shkojnë në bankë, përmendet fjala SWIFT. Njëkohësisht ata kanë zhvilluar së fundi madje edhe bankën e re zhvillimore, New Development Bank. Me selin në Shangaj, kjo bankë shërben si alternativa e tyre ndaj sistemit të bankës botërore dhe FMN-s, që ka perëndimin. Pra është FMN-ja e lindjes. Duke financuar projekte infrastrukturore në vendet në zhvillim, pa kushtëzimet e repta politike që shpesh vendos FMN-ja apo banka botërore. E gjithë kjo iniciative përzihet dhe me zhvillimet as pak pozitive nga krahu i Aleancës së Perëndimit, ka dhënë efektet e veta në realitetin e ri, mbi të dy kolonat e mësipërme të hegemonisë amerikane. Në fillim të viteve 2000, 75% e rezervës botërore ruhej në dollar amerikan. Sot, për shkak të paqëndrueshmërisë politike amerikane, rezerva botërore në dollar është vetëm 55%. Në një kohë tjetër, ushtria amerikane së bashku me NATO do ishin aty duke i kthyer këto përqindje mbrapshme, pra duke bërë 55 në 75 prap. Por me sa duket Aleanca nuk është më ajo e 20 viteve më parë. Edhe bota njëkohësisht. Dhe në këto rrethana, shteti i cili duhet thënë që ka përfituar më shumë nga rendi global, rendi botëror global, SBA-ja, domethënë, ka vendosur ta braktisë atë. Dhe bota do t'i shkojë nga pas. E në këtë riformatim që po e bëhet botës, është me interes të kuptojmë kush janë aktorët që do të drejtojnë rendin e ri post-global. Një botë e coptuar dhe multipolare do të ketë nevojë për një strukturë të re piramidale, që nuk është politike. Ndërsa deri dje, botën e udhëhiqte një shtet, grupet e mëdha të interesit e kishin të lehtë. Mjafton të kontrollojnë atë shtet. Nesër, që shtetet do të jenë të ndara dhe bota do të jetë multipolare, grupet e mëdha të interesit do të duhet të zbresin vetë në fushë. Tani, teknikisht, 4 do të jenë grupet e mëdha të pushtetit. Grupi i parë është ai që unë e quaj kapitali. Madje edhe këtu më lart kur jam referuar po me këtë nominim. Disa njerëz e quajnë kapitali transnacional. Pse quhet kështu, do thoni jo? Quhet kështu sepse kapitali transnacional do të thotë se këta njerëz nuk i betohen një flamuri. Ata nuk përfaqësojnë, për shembull, interesat e një kombi. Ata janë paraja. Kapitali. Dhe paraja mund të jetë kudo. Prandaj e quajnë transnacional, sepse te kalon kombet, kufit. Po cilët janë këta njerëz? Në majtë të tyre, pra lart fare lart, janë asset managers, menaxhuesit e aseteve. Dhe në krye të këtij zinxhiri ushqimor janë 3 specifikët. Ata janë predatorët alfa të kësaj strukture. Ata janë BlackRock, Vanguard dhe State Street, të cilët së bashku menaxhojnë diku rreth $30 trilion ose 30.000 miliard dollar. Nuk jam si Mirela Kumbaro, është numër, 30.000 miliard dollar menaxhojnë ata. Tani, këto para nuk janë parat e tyre, natyrisht. Janë parat e klientëve të tyre, të cilët në pjesën më të madhe, janë njerëzit më të fuqishëm të globit, më të pasurit e globit. Jo nga ata që dalin tek revista Forbes, nuk janë nga ata. Por me ato para, atyre u jepet një superfuqi.
Ajo superfuqi është se të gjitha korporatat e mëdha, këto emrat e mëdhenj që njohim ne të gjithë, në të gjitha sferat e biznesit, që nga kompanitë e naftës e deri tek ato farmaceutike, apo nga markat e mëdha të hoteleve deri tek kompanitë e teknologjisë së informacionit, kudo anë mban botës, janë varëse të këtyre kompanive. Janë varëse ndaj kapitalit të tyre dhe fuqisë të tyre politike. Të gjitha këto emrat e mëdhenj, Shell, Facebook, Google, Nvidia, të gjitha, pa përjashtim, mediat më të mëdha, të gjitha bankat më të mëdha, të gjitha vare nga kapitali i madh. Dhe në krye qëndrojnë ato 3 kompani që përmenda pak më lart, sepse kanë dhe pushtetin financiar dhe pushtetin politik. Ato ofrojnë kapital dhe mbështetje politike dhe në këmbim ato vendosin se në cilin drejtim do të shkojë një kompani. Tani, pas këtij pakti vjen çdo gjë tjetër, si aksesi në kapital, aksesi në tregje, benefite politike dhe të gjitha gjërat e tjera. Dhe kjo është arsyeja pse Larry Fink, për shembull, është në top, është në majë të këtij zinxhiri ushqimor. Dhe ajo që duhet kuptoni në këtë strukturë pushteti është se nuk ka nevojë të kaloj ligje ose të kontrolloj ushtrim për shembull. Sepse duke kontrolluar rrjetat e kapitalit, kush kun kapitali, ata janë në gjendje të udhëheqin shumicën e vendimeve. Sepse imagjinoni, vjeni një CEO i një kompanie dhe natyrisht parat janë duardhur drejt jush për shkak të lidhjeve që keni me këta. Kompania juaj rritet. Por nëse këta largohen, po flas për këto kompanitë e mëdha, këto gjigante që shikoni ju. Kompania juaj zvoglohet dhe ju pushoni nga puna. Pra, nëse do të ishi një CEO dhe do të kërkoni suksesin, ndoshta do të ishte mirë që të bëni siç thon ata. Dhe kjo është superfuqia e këtij grupi, këtij që unë e quaj kapitali, Ata kontrollojnë kapitalin. Dhe me anë të tij kontrollojnë çdo gjë tjetër. Asset managers në realitetin e ri post-global do të vazhdojnë të kontrollojnë pushtetin e tyre. Tani, duhet të përmend gjithashtu se në këtë sferë të pushtetit, pra, jemi te financa këtu, nuk ka vetëm një grabitqar alfa. Ka dhe një tjetër. Dhe ato janë bankat qendrore. Bankat qendrore dhe kapitali përbëjnë atë që quhet Financial Industrial Complex, ose kompleksi industrial financiar, se ka dhe komplekse të tjera, i cili qëndron mbi çdo gjë. Ai që komandon praktikisht gjithçka. Edhe pse kapitali dhe bankat janë lojtarë të veçantë nga njëri tjetri, me interesa atyre specifike, ata bashkohen në një pikë. Kompleksi industrial financiar kërkon që bota mos ketë kufi. Sepse ata kërkojnë që parat, mallrat, aksionet, kredit, të lëvrojnë sa më lehtë nga një vend i globit tek një vend tjetër. Mos ketë kufi. Kapitali dhe bankat ishin ato që e krijuan globalizimin. Për interesin e tyre, ishin ata që përfituan më shumë prej tij. Dhe natyrisht, tani do të luftojnë që ta rikthejnë prap. Sapo kushtet politike, kjo krijojnë përsëri një mundësi të tillë. Grupi i dytë i lojtarëve të pushtetit janë ata që mund t'i quani sovranistët. Dhe këta janë liderët e kombeve të nivelit të parë. Kombe të mëdha. Niveli i parë do thotë ata që kanë akses në armët bërthamore. Tani një sovranist është dikush që beson se globalizimi është një kërcënim për pushtetin dhe kontrollin e tij. Një sovranist nuk po përpiqet domosdoshmërisht të fitojë në lojën e globalizimit. Ata thjesht po përpiqen të mos humbasin kontrollin mbi atë që ata kontrollojnë. Tani fuqia e këtyre liderëve lokal, por të vendeve të rëndësishme ama, vjen nga gjëra të tilla si për shembull kufizimet, ligjet, kufit, tarifat, aty marrin forca. Dhe nganjëherë ata janë madje të gatshëm të sakrifikojnë tregun e tyre për sovranitetin e tyre, për pavarësinë e tyre. Pra ata janë të gatshëm të përballojnë disa dhimbje ekonomike, për shembull, që mund vinë për të mos humbur kontrollin mbi industrinë, energjinë apo sigurinë e vendit të tyre. Dhe kush mund të jetë këta konkretisht? Shembulli perfekt është Vladimir Putin. Tani, në logjikën e Putinit, atij nuk intereson nëse bursa e Rusisë nuk po ecën dhe aq mirë. Apo që nëse në Rusi do të vinin investitorë të huaj me shumë kapital, vendi do të prosperon dhe më shumë, do të zhvillohen më shpejt. Nuk intereson shumë kjo.
Ai dëshiron vetëm që qeveria ruse tjetë ajo që zotëron naftën e Rusisë. Jo Exxoni, jo Chevroni, qeveria ruse. Ata njerëz që do qeveria ruse. Ati nuk i intereson vërtet nëse aksionet ruse performojnë më pak se sa që performojnë kështu aksionet amerikane. Ai do copën e tij të pushtetit, në atë copën e tij të globit, dhe kaq. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Xi Jinpingun e Kinës. Ai preferon më tepër kontrollin shtetëror dhe rritjen afatgjatë se sa aksesin te kapitali perëndimor dhe një rritje shumë të shpejtë. Jo, më mira vasht e vet se sa shpejt, por që na futen këta. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Kim Jong-un e tjerë. Fuqia sovrane i reziston globalizimit sepse ata e dinë se nëse vendosen në një korsi me kompleksin industrial financiar, pra kapitalin dhe bankat, sovranët u mbasin, pa diskutim. Dhe kjo është dhe arsyeja pse kompleksi financiar industrial, pra që përmendëm pak më lart, kapitali dhe bankat qendrore i urrejnë sovranistët shumë. Plus edhe sepse ata janë të paparashikueshëm. Pra, ata janë jo efikas nga pikpamja e kapitalit. Por, ata janë popullor. S'ke që e bënë. Dhe votuesit e tyre vazhdojnë të zgjedhin, edhe pse nuk do kapitali, apo nuk duan forcat e tjera. Aktori tret janë mogulët e teknologjisë të informacionit, high-tech-u. Ata që zhvillojnë gjithë të planetin e ri virtual, ku ne po bëhemi pjesë çdo ditë më shumë, siç janë Google, Nvidia, Anthropic, Meta e tjerë. Këta nuk duan të dinë për këto betejat tip nacionalizmi kundër globalizimit. Ata kryesisht kujdesen për gjëra si efikasiteti dhe produktiviteti. Ata besojnë se teknologjia një ditë do të zëvendësojë dhe ose do të automatizojë çdo gjë. Është e rëndësishme të kuptoni që high-tech-u nuk janë domosdoshmërisht në maj të strukturës së pushtetit. Ata nuk kontrollojnë rrjedha kapitali. Ata mund të punojnë me pothuajse çdo lojtar në sistem, për sa kohë që ju jepet financim dhe akses në të dhëna. Edhe leje. Në këtë kuptim, ata janë gjithashtu edhe transnacional, edhe sovranist. Transnacional janë sepse software i tyre shkon për te kufive dhe sovranist janë sepse ata zgjedhin që të jenë aty ku duan ata të jenë. Dhe ndërsa globalizimi shpërbëhet, ata një lloj bëhet më të fuqishëm. Si? Sepse pushteti financiar është duke ardhur gjithnjë më shumë drejt tyre. Po ta shikoni se si po zhvillohet bota. Kriptomonedat, inteligjenca artificiale, ID digitale, pikëzimet të kreditit social, automatizimi, robotët. Pra, kapitali lëviz në drejtimin e tyre dhe ata po bëjnë gjithnjë më të fuqishëm. Ata kanë shumë leva, por ka një problem. Sot i flasim, nuk janë aq të fuqishëm sa lojtarët financiar në këtë garë, por që janë aktorë shumë të rëndësishëm për mbarvajtjen e sistemit. Madje në këtë pikë që jemi sot, teknologjia e informacionit është jetike. Dhe ata e dinë këtë. Dhe i katërti është ai që quhet grupi ushtarak ose kompleksi industrial ushtarak. Fuqia e tyre, ju e kuptoni, vjen nga armët dhe nga agjencitë e inteligjencës. Ata lulëzojnë kryesisht në paqëndrueshmëri. Dhe roli i tyre është thjesht të mbrojnë çfarë do lloj sistemi që është në fuqi në këtë moment. Nuk ka rëndësi global, sovran, sido që të jetë. Pra, këta janë katër aktorë kryesor në rendin e ri post-globalizim. Tani që shpresoj se kuptuat kush janë lojtarët, pyetja tjetër është çfarë duan ata në fakt. Kush është synimi i tyre në këtë botë të re? Po fillojmë me grupin më të fuqishëm, që është kompleksi industrial financiar, që ndahet në kapitali dhe në bankat qendrore, pra bankat. Kapitali do një botë ku paraja ose kapitali mbetet likuid, i shpejt dhe i kontrollueshëm, edhe nëse vetë kombet fillojnë dhe fragmentohen. Pra, duan globalizim. Sepse deglobalizimi është një problem shumë i madh për ta. Sepse e keni parasysh, kufit ngadalsojnë shumë investimin, paran. Vetën të ndryshme, për shembull, kanë rregulla të ndryshme, kanë moneda të ndryshme, kanë sisteme të ndryshme, kanë taksa të ndryshme, kanë modele të ndryshme, kanë mënyra të ndryshme shlyerje.
Dhe gjithë kjo është ajo që quhet forcë fërkimi, pra që e ngadalson kapitalin, dhe shton kostot, dhe shton edhe njëkohësisht edhe kompleksitetin e procedurave. Bet me vështirë. Po si bëhet tani që kufit do të rikthehen? Dhe rregullat do të veçohen dhe sistemet do të jenë specifike për çdo shtet. Si do t'ja bëjnë? Ata kanë menduar një zgjidhje edhe për këtë, është bota paralele. Është ai planeti paralel, bota digjitale. Zgjidhja e tyre është dy: tokenizimi dhe fraksionalizimi. E cila është diçka për të cilën Larry Fink ka folur për vite e vite me radhë. Tani, tokenizimi do të thotë thjesht marrja e aseteve si aksionet, obligacionet, pasuritë e paluajtshme, dhe çfarë do qoftë, dhe vendosja e tyre në blockchain. Blockchain është një regjistër digital. Pra do të thotë digitalizimi plot. Kështu që ata mund të tregtojnë me njëherë globalisht 24 orë në 7 ditë javës. Nësa, sepse kjo është ajo që duan, doan të heqin kufit po vendosen. Kalojnë blockchain. Dhe aty je pa kufi. E dyta është fraksionalizimi, që do të thotë coptimi i aseteve në pjesë sa më të vogla në mënyrë që shumë njerëz t'i zotrojnë ato dhe shumë njerëz të bëjnë pjesë e lojës së tyre. Pra këtë që sot po e bëjnë këto call centerat për shembull, këta duan t'i vrasin. Ti të kesh mundësinë që mos kesh një call center sepse mund të rastisi që t'jenë mashtrues, siç ka rastisur mjaftueshëm në Shqipëri, mashtrues, por ti të mos kesh një ndërmjetës, të kesh mundësinë vetë, do të investosh, e ke në blockchain, e ke në rrjet, futesh dhe blen pjesë të asetit, aq lekë sa ke. Këta duan që ta bëjnë, ta fusin të gjithëve ne. Te kjo loja e kapitalit. Futesh, të investosh, blesh, këshikonti, një kompani që të pëlqen, një investim që të pëlqen, pra po na e thjeshtojnë shumë me qëllim që të na bëjnë sa më shumë aty pjesë aty brenda. Më kuptoni? Pra tani mund të jetoni kudo në botë dhe pavarësisht se nga cili vend vini, kushdo mund të blej aksione nga kudo, nga cila do kompani në botë. Tani, këtë do kapitali. Po bankat, kur shohin se çfarë po kërkon kapitali dhe që kjo gjëja mund t'i azjesoj totalisht, po luftojnë me çdo munde që të mbeten lojë. Që do të thotë se ata nuk duan t'ju pritet të rrjedhja e kapitali, pra nuk duan që parat mos kalojnë më nga ata. Ata nuk duan të jenë të parëndësishëm. Po si do t'ja bëjnë? Dhe kanë menduar monedat digjitale të bankave qendrore, CBDC quhen. Kjo është mënyra se si sistemi vjetër bankar po përpiqet të qëndrojë relevant. Sepse nëse keshi po zhduket, monedat digjitale po avancojnë, nëse asetet tokenizuara po kthehen në realitet, dhe kapitali po ndërton këtë infrastrukturën e re e cila i ka hequr bankat me një anë, kjo do të thotë që ata mund të dalin fare nga loja. Prandaj bankat e shohin me shumë shqetësim të ardhmen. Sepse realiteti i ri është një kërcënim ekzistencial për pushtetin bankar. Dhe siç tha dhe Christine Lagarde në takimin e fundit në Davos këtë vit, shumë shpejta do të vi dita ku ne nuk do të kemi banka qendrore. Pra, këtu jemi te premisat se çfarë kërkon kompleksi industrial financiar. Aktori kryesor me pak fjalë. Më pas vijnë këta, sovranistët. Tani çfarë duan këta sovranistët? Ata duan thjesht një vend të rrjedh. Dhe natyrisht e kontrolli burimeve të tyre. Bota e tyre ideale është ajo ku ata kontrollojnë energjinë e tyre, ushqimin e tyre, industrinë e tyre, sigurinë e tyre, dhe kanë një vend edhe në tryezën e pushtetit, e lojës së madhe globale. Dhe janë gati të sakrifikojnë për këtë edhe në kurisë të një rritje më të ngadaltë, apo edhe për tregje më të ngadalta. Ndërsa pas tyre vjen high-techu. Edhe atyre, në fakt nuk ju intereson vërtet se kush është në krye politikisht, ose çfarë rendje apo çfarë sistemi. Jemi duke ndjekur. Ajo që ata duan janë kontrata qeveritare dhe të dhënat. Dhe ndoshta ndonjëherë, her pas here, kur ja fusin kot edhe ndonjë paket shpëtimi. Dhe në këmbim, ata do të zhvillojnë të gjitha gjërat si kriptomonedat, AI, ID digitale, robot, çfarë doni juve. Të cilat do të shkëmbejnë të dhëna me teknologjinë në cilin do fraksion
që ndodh që tjetë në pushtet. S'ka rëndësi. I fundit pasaj është kompleksi ushtarak industrial. Interesat e tyre janë ato të zakonshme. Ata duan të ketë luftë pa qëndrueshmëri, e cila do të justifikojë shpenzimet, e cila do të pasurojë kontraktorët e mbrojtjes dhe kaq. Ata do të jenë gjithmonë aty për të krijuar luftra ku do të shpenzohen municionet, të cilat do të duhet të rimbushen prap nga kontraktorët që do të marrin kontrata nga qeveritë. Dhe këta janë 4 aktorët kryesorë që do të shkruajnë skenarin e botës së re në rendin e ri. Rendi i ri, aktor të vjetër. Ironika, apo jo? Dhe duke shpresuar që ju e keni kuptuar pak a shumë se çfarë do të ndodhi në botën e re, besoj se do duhet ta mbyll për sot. Ju falenderoj shumë dhe takohemi të martën tjetër.